Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakojmë së bashku me ofertën e ditës në dritarin ton të komunikimit, jo vetëm sa i takon pushimeve, por gjithashtu edhe për të shpjeguar mënyrën se si mund të rezervojmë jo vetëm pushimet, por gjithashtu edhe të kërkojmë hotelet në cilësinë më të lartë të tyre. Pa diskutim që kjo është një dritar e komunikimi për të gjithë ju që ende nuk keni vendosur se ku do t'ju kaloni pushimet tuaja, por është një dritar e komunikimi edhe për ata që posedojnë një hotel apo një resort dhe duan që në fakt të përmirësojnë jo vetëm cilësinë e shërbimit kundrejt klientëve, por gjithashtu të jenë një hap më pranë, le të themi, të gjithë shërbimit europian që bota shumë fort e përqafon dhe tani më e implementon tek gjithë klientët e tij. Un kam kënaqësinë që sot të kem të ftuar në studio për herë të parë Arbri nga Ref Plus, një platformë e re e prezantuar nga Vaz dhe tani më pjesë e familjes së madhe. Mirëserdhje. Përshëndetje Lefterin, të falenderoj shumë për ftesën dhe është kënaqësi për mua që të jem aty sot. Edhe për mua shumë kënaqësi të kem në studio për të shpjeguar, le të themi në këtë episod, Ref Plusin si një nga platformat më të reja, një nga sistemet më të reja, të cilat nuk e kishim dëgjuar më herët, por që ka ardhur së fundmi tani më edhe në Shqipëri apo jo. Po, është vërtet, Ref Plus Balkan është një nga platformat ose një nga projektet më inovative që Vaz ka sjellur së fundmi. Pra është një risi që Vaz Group ofron jo për vetëm tregun e Shqipërisë, por për të gjithë rajonin, pra të gjithë Ballkanin. Është një ekosistem i mirëfillt i cili shërben hoteleve për menaxhimin e strukturave të tyre akomoduese. Vjen me 3 module që është PMS, pra Property Management System, me një channel manager dhe një booking engine, pra një motor kërkimi. Pak më vonë do t'i shpjegoj të gjitha këto në detaje dhe fillimet e këtij projekti startojnë që në vitin 2008 në rajonin e Greqisë. Duke marrë në konsiderat që Greqia është një nga vendet që ka turizmin jashtëzakonisht të zhvilluar në rruzëllin toksor, aktualisht mbahet në vetëm mbi 9.000 struktura akomodimi. Duke përfshirë çënie, hotele butish të vegjël, hotele plazhi, qyteti, të ndryshme, nga më të ndryshmet. Duke qenë se është një sistem i ri të cilin ne e dëgjojmë për herë të parë, pa diskutim që pyetjet janë nga më të shumtat, edhe jo vetëm për të kuptuar sistemin dhe për të kaluar në teknikalitete, sepse unë jam e bindur që të gjithë ata që do të jenë të interesuar, ne do t'i japim edhe format e kontaktit se ku mund të trajnohen edhe ta përshafojnë këtë sistem, por gjithashtu hera herës ne tek oferta e ditës do të kemi dhe le të themi dritarin ton të komunikimit me të gjithë ata që duan të mësojnë më shumë, por pyetja e parë që më vjen ndërmend është pse ishte dhe pse lindi nevoja për një sistem të tillë në Shqipëri, në një treg që në fakt industrinë e turizmit e ka ende në zhvillim. Atëherë, nevoja lindi në Shqipëri për arsye sepse nëse bëjmë krahasimet me vendet e tjera të rajonit, pra vendet fqinjë si Greqia, Kroacia apo Malezi, që janë vende jashtëzakonisht shumë të zhvilluar në sektorin e turizmit, madje kanë pikë kyçe në sektorin e tyre ekonomik. Shqipëria është një vend që është në një treg shumë dinamik për sa i përket turizmit dhe është vitit është akoma në rritje për sa i përket sektorit të turizmit. Dhe mendoj që është diçka shumë e domosdoshme për sa i përket hotelierëve për ta lehtësuar atë në menaxhimin e punës, në menaxhimin e operacioneve që ato ndjekin për strukturat e tyre akomoduese. Si një kërkim shumë i imtësishëm edhe si një, le të themi, gjuetar i inovacionit, pa diskutim që gjithë ekipi i Vaz herë sjell risi, me sa duket kjo është radhës, por pse pikërisht Ref Plusin dhe si e ndihmon në fakt jo vetëm hotelierin për të menaxhuar hotelin e tij apo resortin e tij, por gjithashtu edhe klientin fundor. Pra, një klient që zgjedh një hotel të caktuar për të kaluar pushimet e tij, për ta bërë pak më të prekshme për të gjithë. Atëherë, siç e dim, Vaz po bën mbi 3 dekada që është prezent në sektorin e turizmit, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Ballkanin, madje edhe në vende të ndryshme të globit, në Europë, në Azi, në lindjen e mesme, kudo, dhe kush tjetër mund ta bënte përveç Vazit ta sillte këtë inovacion ose këtë risi në tregun shqiptar. Lindi si një nevojë shumë e domosdoshme për, siç e përmenda edhe pak më parë, për ta lehtësuar punën e hotelierit, sepse deri më pak
deri më para disa kohësh, sepse Shqipëria po bën rreth 4 ose 5 vite që është, le të themi, kemi hyrë në fushën e mirëfillt të turizmit dhe deri përpara këtyre viteve të gjithë hotelierët, le të themi, përdorin metoda tradicionale ose metoda bazike për të menaxhuar strukturat e tyre akomoduese. Dhe për shkak se hyrën në një treg akoma më dinamik dhe jemi duke u përfaqësuar sidomos nga Vaz Group në gjithë botën, kjo i ndihmoi shumë që I sill njërisi, le të themi, të gjithë atyre që në fakt duan të shkojnë një hap më pranë të gjithë mënyrës se si Europa dhe jo vetëm, por edhe bota operon në industrinë e turizmit. Por ndoshta ka ndikuar pak edhe, le të themi, gjithë zhvillimi teknologjik që kemi pasur vitet e fundit apo jo? Patjetër, pse jo. Ne njihemi për një vend shumë mikpritës, por në fund të ditës nuk mjafton vetëm mikpritja tek të huaj që vinë na vizitojnë, por duhet dhe le të themi mirë menaxhimi i strukturës apo puna operacionale e tyre. Le të themi prezantori flas një standard të domosdoshëm dhe të nevojshëm për të gjithë të huaj që vinë në Shqipëri dhe pa diskutim mrekullohen me Bregdetin ton nga veriu në jug dhe me të gjithë mikpritjen ton, por ndonjëherë s'është mjaftueshëm kur mungojnë teknikalitetet të tilla të cilat për fare pak mund të prishin pushimet. Absolutisht që po. Ne deri pak më parë të huajt, sidomos mënyrën e tyre të rezervimit në hotelet tona e kam pasur krejtësisht në mënyrë, le të themi, manuale, primitive, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet emailit, gjë që shkakton edhe shumë vonesa në përgjigje, ose le të themi edhe gabime njerëzore, gabime humane që mund të ndodhin gjatë një rezervimi. Jam e bindur që gjithëve ne na ka ndodhur një herë që mund kemi rezervuar nëpërmjet telefonit dhe kur kemi shkuar në destinacion, është pak po e sigurt që nuk na është mbajtur rezervimi. Kjo besoj ndodh më shumë në periudhën e fluksit. Pikërisht në periudhën e fluksit, kur hotelet kanë dhe atë, le të themi, ngarkesën e tyre më të madhe për sa i përket rezervimeve. Mund të ndodhi që të ketë përplasje rezervimesh, ose mund të ketë data të cilat nga një pakujdesi në recepcion ose nga një pakujdesi në stafin menaxherial nuk është hedhur se rezervim dhe kjo shkakton, le të themi, një kaos total në hotel. Dhe kjo teknologji që ne po sjellim ndihmon jashtëzakonisht shumë për ta le të themi automatizuar të gjithë procesin e rezervimeve. Dhe jam e bindur që duke përcaktuar një lloj standardi të tillë, secili prej le të themi hotelierëve të cilët duan të kenë një shërbim më të mirë, por edhe duan të jenë të qetë për të prodhuar mendja ide të reja se si të bëhen edhe më atraktiv për klientët, të paktën me pjesën mekanike dhe teknike janë të qetë. Në dhjetor të vitit të kaluar, Vaz bëri një event të madh në kuadër të gjithë atyre që ishin të interesuar për të prezantuar me këtë platformë, me këtë sistem, ku edhe në mënyrë të imtësishme nga vetë përfaqësues të ndryshëm të Booking apo të Hotel Embeds apo Expedia ishin atje dhe prezantuar në detaje le të themi të gjithë mënyrën se si sistemet funksionojnë dhe për t'i ardhur në ndihmë të gjithëve, por ka plot nga ata të cilët ose kanë humbur eventin ose ka kaluar pak kohë edhe ndoshta nuk janë të njohur me, le të themi, hapat kyç se si mund ta bëjnë të tyre në këtë sistem. Cilat janë komponentët kryesorë? Siç e përmendet edhe ti, Elefteri, në dhjetor ne kemi bërë një event tek Plaza, që ka qenë një prezantim i mirëfillt më i detajuar të gjithë sistemin të cilët ne ofrojmë. Siç e përmenda pak më parë, sistemi vjen me 3 module, që është PMS, i cili është sistemi central i hotelit, ku të gjitha të dhënat e rezervimeve, kalendari, statistikat, dhe çdo gjë që i duhet, le të themi, është aja e hotelit, që është faqja që përdoret më së shumti për recepcionin, për menaxherët dhe për çdo tjetër, vjen në PMS, në modulin e parë. Më pas kemi modulin e Channel Manager, i cili bën sinkronizimin, pra lidhjen e kanaleve OTA, që ne i cilësojmë si kanale shitje online, siç është Booking, Expedia, Hotel Beds, apo dhe shumë kanalet e tjera. Sistemi është integruar me mbi 100 kanale shitse, që absolutisht çdo hotel mund të zgjidhë të preferuarat e tyre. Dhe moduli i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është Booking Engine. Është motori i kërkimit, është një link që lidhet në website-in e hotelit, në website-in zyrtar të hotelit,
i cili mundëson klientëve fundor që të bëjnë rezervime direkte nëpërmjet website-it ku absolutisht kanë disponueshmërinë dhe çmimet ndoshta më preferenciale se sa mund t'i kenë në kanalet e tjera shitse për shkak të komisioneve ose strategjive të ndryshme që hotelierët ndjekin. Por gjithashtu më vlen të theksoj që vetë në Booking Engine janë të implementuara mbi 50.000 agjenci turistike, pra 50.000 agjenci B2B, e cila është një forcë jashtëzakonisht shumë e madhe shitse që i ndihmon hotelierët jo vetëm në, le të themi, në sezon, në pikun e sezonit kur ato kanë flukse më të madh, por pse jo dhe gjatë periudhave të dobta që hoteli ka shumë nevojë për, le të themi, për të rritur ose maksimizuar fitimet e tij. Një sistem, le të themi, i thjesht për të përdorur apo ka nevojë për disa trajnime të mirëfillta në mënyrë që të mos ketë lapsuse apo gabime? Sistemi është shumë user friendly, është shumë i lehtë në përdorim. Sistemi gjithashtu është cloud, pra mund të përdoret nga çdo pajisje, mjafton që të jesh i lidhur me internet connection. Është bërë thjesht tani jeta me teknologji, kështu që. Gjithashtu ne ofrojmë support 24/7 për çdo klient ose partner tonin dhe gjithashtu në vlen të theksojmë që ofrojmë dhe trajnime për pjesën e recepcionit ose menaxherëve për çdo që zgjedh reflasin si sistemin për të menaxhuar hotelin e tij. Është pak kohë në fakt që kur ky trend i ri apo ky orisi ka mbërritur në Shqipëri e në fakt është i njohur në vendet tona fshinje prej vitesh tani më, por sa është përqafuar deri më tani edhe sa e thjesht ka qenë për ta implementuar ose për të ndryshuar pak edhe konceptin që deri më sot ndoshta të gjithë ata që posedojnë një hotel ishte mësuar që të operonin dhe të punonin. Është përqafuar jashtëzakonisht shumë në vendin tonë dhe në vendet fqinj, siç e përmenda pak më parë, aktualisht ky sistem mbart 80% të tregut të Greqisë dhe kur flas tregun e Greqisë jam duke folur për një vend që turizmin e ka një sektor jashtëzakonisht të zhvilluar që prej viteve 70-80 dhe ky duhet të falenderoj le të themi pjesën e partnerëve të cilët na kanë zgjedhur ne, sepse në Vas po bën gati një vit e gjysmë që është futur si projekt dhe kanë qenë të shumt me qindra ato që na kanë besuar neve në menaxhimin e tyre të hotelit, pra të zgjidhin këtë platformë për të menaxhuar hotelin e tyre dhe ka dhënë rezultate jashtëzakonisht shumë të mira. Unë nuk dua të përmend shifra ose vlera, por As ne nuk t'i kërkojmë këto, sepse me rëndësi është që shohim një projekt që ka nisur në shumë pak kohë edhe kam përshtypjen që kur tregu ka nevojë për një mjet të domosdoshëm, është gjithmonë i jetur për ta përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme, sidomos në turizëm që duhet thënë që të gjithë ne nga pak jemi amator për të gjithë mënyrën se si shërbejnë, funksionojnë, por edhe raportohemi me turistët. Përveç ofertës së ditës që tani më ju do të keni dritarin tuaj të komunikimit, si mund të kontaktojnë të gjithë ata që duan të marrin më shumë informacione lidhur me këtë sistem? Ne, çdo kush që mund të jetë interesuar për një sistem për menaxhimin e hotelit mund të na kontaktojnë në faqen tonë zyrtare Ref Plus Balkan. Mund të kontaktojnë me mua personalisht në numrin tim të telefonit 068 60 42 431, në emailin tim salesrep@vas.al ose fizikisht në zyrat tona që ndodhen pranë rreth rrotullimit të Tegut përballë restorant Natyra e Qetë. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio edhe shumë suksese në këtë projekt të ri. Shumë faleminderit. Mirë, ne kemi mbërritur kështu në fund sot me ofertën e ditës, e cila i përket të gjithë atyre që duan të shkojnë një hap më pranë të gjithë mënyrës të bëri turizëm europian dhe botror, pse jo. Sa kohë që Shqipëria tani më renditet le të themi në top listën e vendeve më të kërkuara dhe më të vizituara vitet e fundit, pse jo, kemi mundësinë që të përmirësojmë çdo ditë më shumë shërbimin dhe gjithçka që ne i ofrojmë turistëve. Të dhënat e Ref Plus janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit për të gjithë ata që mund të jenë interesuar jo vetëm për trajnime, por edhe për çdo pyetje që mund keni pasur për gjatë këtij episodi. Ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj mirëpafshim dhe t'ju le takim sërish në episodin e radhës.